Ndalu pak dhe mendo. Ti po jeton sikur nuk do të vdesësh kurrë, por e vërteta do të largohesh, madje shumë më shpejt nga sa ti mendon. Kjo botë nuk është shtëpia jote, është vetëm një ndalesë. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: unë jam si një udhëtar që pushon në hijen e një peme e më pas largohet. Ja pra, vetëm kaq është kjo botë, një pauzë në hije, por ti po ndërton sikur do të qëndrosh përgjithmonë. Po lidhesh me gjëra që do t'i lësh, po harxhon jetën me atë që nuk do ta marrësh me vete. Sepse në fund nuk merr asgjë, as pasurinë, as njerëzit, as jetën, as vetë këtë botë, vetëm veprat e tua. Jeta është e shkurtër, rruga është e gjatë dhe fundi është i sigurt. Mos e shit të përjetëshmen për disa qaste, por jeto për një qëllim, sepse ti je krijesa më madhështore e universit. Prandaj zgjohu, njihe qëllimin tënd, njihe Zotin tënd, ti je krijuar për t'i besuar atij.